A preci SPAK të rrisë dozën e goditjeve tashmë që zgjedhjet janë mbyllur? Po, absolutisht do ta në mënyrën se si e shohun. A ka elemente qeverisë që ndjen që do jenë ai ushqimi për SPAK prapë që do të gëlltiten nga trupa e SPAK? Po duhet, unë mendoj që do ketë. Por ajo që unë le të themi dua të di dhe dua të kuptoj është SPAK që po i bën këto arrestime dhe do t'i bëj këto arrestime në kuadër një strategjie për të çliruar popullin shqiptar nga vargonjt e krimit organizuar edhe krimit politik, apo është SPAK që po përdoret sërish si instrument nga Rama për të goditur ata që pyetje të hapur. Kush do goditet nga qeveria aktuale nga SPAK? Kush janë emrat sipas teje më të rëndësishëm që mund të goditen? Për mua, të gjitha emrat që i bëjnë hije kryeministit Rama, të gjitha emrat që kanë dalë në publik dhe dyshohen si të përfshirë në korrupsion, për cilët ka dosje në SPAK dhe për cilat këta janë edhe thirrur në SPAK, për mua janë të gjithë kandidat për të goditur nesër. Por nuk është kjo pyetja. Pyetja është, dhe ti e di mirë që qëllimi që fshihet pas këtyre goditjeve, kush është dora që po i bën këto goditje? A ka një strategji perëndimore për të pastruar politikën nga korrupsioni dhe më pas për të kaluar në zgjedhje ku vendos populli dhe jo bandat kriminale? Apo Rama thjesht duke qenë se ka arritur një numër të jashtëzakonshëm, një shumicë cilësuar që pak a shumë diskutohet që është arritur, nuk ka nevojë për njeri dhe këta tani do t'i bëj pjesë do t'ja hedhë turmave një herë në 3 muaj apo një herë në 6 muaj thjesht. Pra, Redom, ti po më thua mua me logjikën tënde që ndërkombëtarët dhe amerikanët e ndërtuan SPAK-un në Shqipëri që të mbajnë një lider autoritar si Rama në pushtet dhe të largojnë çdo kënd i cili është kundërshtar i tij, qoftë nga opozita, qoftë brenda llojit. Pra, u investuan 400 milionë euro për të ndëshkuar çdo kënd i cili i rrezikon pushtetin e Ramës. Janë dy skenar. Ose SPAK po pastron politikën përveç Ramës, bashkë me Ramën, dhe kjo është pastrim që po shkon drejt Ramës, ose SPAK është instrument në duart e Ramës për shkak se Rama ka mbështetje perëndimore, ja lejon që ta ketë këtë instrument në dorë për të goditur apo për të mbajtur këtë cirkun politik. Një miku im, Almer, thot kështu, dhe se kam thënë asherë në media këtë. Domethënë politika është kështu si makinë mishi, po mish njeriu. Pra Rama do t'i hedhi politikës çdo 6 muaj një person që ne nëpër studio të merremi me atë, të krijojmë iluzionet, krijojmë narrativa, të ndërtojmë narrativa që të rrimë me shpresë derisa t'i vi radha dikujt tjetër. Pra po tham Rama kemi thënë SPAK-u, po tham SPAK-u kemi thënë Rama. Nuk e dim këtë. Pra, o jemi në këtë pikë që thua ti, ose jemi në këtë. Nëse Rama do vazhdojë të jetë edhe për një kohë gjatë, është ajo që është e para.